Ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala e ka cilësuar planin e parë kombëtar për eliminimin e hepatiteve virale në Shqipëri, hap historik për sistemin shëndetësor, ndërsa i bashkohet objektivit të OBSH-s për eliminimin e hepatiteve B dhe C deri në vitin 2030. Një sistem shëndetësor modern nuk pret që sëmundja të përparojë. Ai investon në parandalim, forcon monitorimin, diagnostikon herët dhe krijon mundësinë që pacientët të trajtohen në kohë. Ai është një angazhim konkret për të zgjeruar testimin dhe diagnostikimin, për të përmirësuar gradualisht aksesin në trajtim dhe për të afruar kujdesin pranë qytetarëve. Qendrat e specializuara do të mbeten kyçe, ndërsa pritet të punohet hap pas hapi për forcimin e shërbimeve rajonale. Përfaqëson një model modern të politikave shëndetësore. Hepatitet virale janë ndërshkaqet kryesore të cirozës dhe kancerit të mëlçisë. Prandaj, lufta kundër infeksionit është njëkohësisht edhe pjesë thelbësore e luftës kundër kancerit, një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Sala tha se objektivi është më pak infeksione të reja, më shumë diagnoza dhe trajtime në kohë.